Në Korçë po zhvillohet për të dytin vit radhazi kampi veror Reze Dielli për të gjithë, një nismë që synon të ofrojë fëmijëve një mënyrë argëtuese dhe cilësore për të kaluar ditët e verës. Kampi është i hapur për fëmijët e moshës 5 deri në 14 vjeç dhe ofrohet falas, ndërsa aktivitetet zhvillohen fal angazhimit vullnetar të stafit. Ky është viti i dytë që ne organizojmë kampin Reze Dielli për të gjithë dhe është një kamp i cili përfshin grup mosha të ndryshme, duke filluar që nga 5 vjeç deri në 14 vjeç. Jemi munduar që të organizojmë një kamp gjithëpërfshirës ku të marrin pjesë të gjithë fëmijët, pa përjashtim. Është një kamp i organizuar në mënyrë vullnetare nga ne si grup dhe mendojmë që ta zhvillojmë çdo vit, pse jo, dhe ftojmë dhe vullnetarë të tjerë që të bashkohen kësaj nisme. Është konceptuar në mënyrë të tillë që të ketë lojra, aktivitete, ndërveprime në mënyrë sociale, aktivitete që kanë në fokus zhvillimin dhe argëtimin e fëmijëve. Përmes lojrave, aktiviteteve edukuese dhe momenteve të përbashkëta, fëmijët kanë mundësi të krijojnë shoqëri të reja dhe të kalojnë kohë larg rutinës së përditshme. Ata shprehen të kënaqur me eksperiencën dhe aktivitetet që zhvillohen në kamp. Kjo është era 2 që marr pjesë në kampin Reze Dielli për të gjithë. Këtu zhvillohen lojra shumë të bukura, të cilat jo vetëm mua, por të gjithë pjesëtarëve të tjerë të kampit na pëlqejnë dhe jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e këtij kampi. Unë këtu ndjem shumë mirë, është hera e dytë që vi në këtë kamp, kampi Reze Dielli për të gjithë. Organizohet shumë bukur dhe në natyrë, dhe kur është në natyrë është një gjë shumë e bukur. Organizatorët synojnë që Reze Dielli për të gjithë të kthehet në një traditë të përditshme në Korçë, duke zgjeruar aktivitetet dhe duke përfshirë edhe vullnetarë të tjerë në vitet e ardhshme.